Të merë në Kavadar, babai përdhunoi vajzën e tij 13 vjeçare, hetime edhe ndaj 2 personave nga Negotina që përdorën një 15 vjeçare. Nesër në mesditë, takimi liderëve për heqjen e qeverisë teknike, LSDM nuk shkon, BDI vendos sonte. Deputetët për një vit kanë marrë 14.3 milion denar për shpenzime rrugë. Levica akuzon pushtetin për standarde të dyfishta. Ministria e Punëve të Jashtme u bën thirrje shtetasve të Maqedonisë të largohen nga Irani, të shmangin udhëtimet për shkak të tensioneve. Përshëndetje, shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Prokuroria Themelore Publike e Kavadarit ka lëshuar urdhër për zhvillimin e procedurës hetimore në 2 raste të ndara në të cilat ekzistojnë dyshime për vepër penale për dhunim i një fëmije. Njëri rast ka të bëjë me një baba që dyshohet se ka përdhunuar vajzën e tij 13 vjeçare, ndërsa rasti tjetër ka të bëjë me 2 të rritur nga Negotina që kanë keqpërdorur një 14 vjeçare. Përdhunimet seksuale ndaj vajzave të mitura nuk kanë të ndalur, madje më tragjikja, as babai nuk kursen vajzën e tij. Prokuroria Themelore Publike e Kavadarit ka lëshuar urdhër për zhvillimin e procedurës hetimore në 2 raste të ndara, në të cilat ekzistojnë dyshyme për vepra penale për dhunim i një fëmije nën 15 vjeç, sipas nenit 188 të Kodit Penal. Në rastin e parë, dyshon 2 të rritur nga Negotina, të cilët së pari kanë kryer vepër penale, kënaqje e pasioneve seksuale para një tjetri, sipas nenit 190 të Kodit Penal. Sikur të mos i mjaftonte kjo, ata kanë pasur marrëdhënie seksuale para një fëmije të mitur, i cili i ka filmuar me telefon celular. Në korrik të vitit të kaluar, ndërsa fëmia ishte 14 vjeç, njëri nga 2 të dyshuarit e ka nxitur vazhdimisht të miturin të ketë marrëdhënie seksuale me të, për të cilat i ka dhënë shuma të caktuara parash. Prokurori publik propozoi mas paraburgimin për të dyshuarin për përdhunim të një fëmije, për të cilën kërcënohet me dënim me burgë prej të paktën 8 vitesh. Jo vetëm kaq, Prokuroria e Kavadarit po zhvillon procedurë dhe ka propozuar mas paraburgimi edhe kundër një babai nga Kavadari, i dyshuar për vepra të tjera seksuale ndaj vajzës së tij vetëm 13 vjeçare. Ai e preku vajzën disa herë ndërsa ishte në gjendje të dehur, gjë që ngre dyshime se kreu vepër penale sipas paragrafit 5 të nenit 188, i cili dënohet me burgim prej të paktën 3 vitesh. Kujtojmë se vetëm para disa ditëve, pre e përdhunimit, shantazhit edhe abuzimit, ishte edhe një vajzë 16 vjeçare nga Slupçani, e cila dyshohet se është abuzuar me muaj të tërë nga disa persona për favore seksuale dhe financiare. Rasti është denoncuar më 2 janar në stacionin policor të Kumanovës nga prindi i së miturës. Sipas denoncimit, e mitura dyshohet se është zhvatur, kushtezuar dhe shantazhuar, pasi një nga të dyshuarit posedonte fotografi eksplicite të saj dhe kërcënonte se do t'i publikonte nëse nuk i jepte para. Akti të dyshohet si janë bashkuar edhe persona të tjerë, përfshirë një familjar i afërt i viktimës. Për këtë, policia ka arrestuar 2 persona, njëri 31 vjeçar, ndërsa tjetri 28 vjeçar, të 2 nga fshati Slupçani, komunës së Likovës. Ftesës kryeministrit Hristian Mickoski për mbajtjen e takimit të liderëve janë përgjigjur pozitivisht partnerët e koalicionit qeverisës, koalicioni Vlen dhe partia Znam. Nga partia opozitare, këtë ftesë ka pranuar edhe kryetari i partisë Majta. Kryetari i LSDM-s Venko Filipçe refuzoi ftesën, duke thënë se nuk ulen në tavolinë me kriminalë dhe se nuk janë pro heqjes së qeverisë teknike. Nga BDI ende nuk kanë vendosur nëse do të marrin pjesë në takim ose jo. Të mërkurën në mesditë pritet të mbahet takimi i liderëve i thirrur nga kryeministri Hristian Mickoski. Sipas këtij të fundit, në takim përveç qeverisë teknike do të diskutohen edhe tema të tjera, siç janë ligje që lidhen me agjendën reformuese, zgjidhja e avokatit të popullit, kodi zgjedhor e tema të tjera. Pjesëmarrjen në takime kanë konfirmuar partnerët e koalicionit qeverisës, koalicioni Vlen dhe partia Znam.
ndërsa nga opozita ftesën e ka pranuar Partia Levica. Kryetari i LSDM-s Vinko Filipçe refuzoi ftesën ende pa e dërguar formalisht kryeministrit e liderët e partive. Nga koalicioni Vlen në takim do të marrë pjesë njëri nga liderët e koalicionit Bilal Kasami dhe koordinatori i grupit parlamentar të Vlenit Bekim Qoku. I pyetur për qëndrimin e koalicionit për qeverinë teknike, që është edhe tema kryesore e këtij takimi, Qoku tha se Vlen mbështet idenë për shfuqizimin e qeverisë teknike. Vleni mendon që koha kur shteti u detyrua të ketë qeveri teknike, pra sipas marrëveshjes Prozhinos, ishte koha kur vendi ndodhej në një modus krize, kur një krizë që u shkaktua nga qeveria e Mjalkovit dhe Gruevskit bashkë me BDI-n e Aliametit dhe Musa Xhaferit e Blerim Bexhetit. Këta figura edhe kjo krizë aktualisht nuk është më, dhe shteti dhe administrata publike është e aftë dhe në gjendje të organizojë zgjedhje kredibile, të drejta dhe të rregullta. Në takimin e thirrur nga kryeministri, Partia Znam ka konfirmuar se do të përfaqësohet nga kryetari Maksim Dimitrievski dhe Partia Levica nga kryetari Dimitar Apasiev. Nga BDI ende nuk kanë vendosur nëse do të marrin pjesë në takim ose jo, kurse LSDM ka refuzuar pjesëmarrjen, duke thënë se nuk ulen në tavolinë me kriminal dhe se nuk janë proheqjes së qeverisë teknike. LSDM ka akuzuar se qeveria aktuale e kryeministrit Hristian Mickoski në vend të integrimit po e çon vendin drejt izolimit. Një bashkëpunëtor i ngushtë i Mickoskit dhe zëvendës kryeministrit në qeverinë e tij është Ivan Stoiljković, qëndrimet e hapura pro-ruse dhe lidhjet e drejtpërdrejta të cilit me Moskën përbëjnë një kërcënim serioz për orientimin euroatlantik të vendit. Vetëm pak ditë më parë, zëvendës kryeministri Ivan Stoiljković mori pjesë në festimin e ditës së Republikës Serbe së bashku me grupin Ujqerit e natës, të njohur për mbështetjen e Putinit dhe për hapjen e narrativave antiperindimore, thuhet në komunikatën e LSDM-s. Sipas tyre edhe më keq se kjo është se vetë kryeministri Mickoski, pavarësisht deklaratave publike për bashkëpunim strategjik me SBA-n dhe integrimin e BE me veprimet e tij dhe lidhjet e ngushta me Vučićin dhe SNS-n, po bën gjithçka të kundërtën duke e çuar Maqedoninë drejt izolimit. Reformat e BE-s shmangen qëllimisht, konfliktet me fqinjet krijon qëllimisht, arsyet shpiken për të bllokuar negociatat. E gjithë është një skenar i sajuar, pjesë e një fushate anti-BE që qeveria të vazhdoj të plaçkit vendin, thonë nga LSDM. Pas arrestimit nga ana e Ministrisë të Brendshme, sot Prokuroria Publike ka kërkuar paraburgimin për 55 vjeçarin e dyshuar për incidentin ndaj objektit të ambasadës bullgare në Shkup. Në njoftimin e prokurorisë thuhet se i dyshuari e ka kryer veprën i nxitur nga urrejtja. Prokuroria Themelore Publike ka ngritur procedurë kundër personit të dyshuar i cili të dielën dëmtoi xhamin e derës së ambasadës bullgare në Shkup. 55 vjeçari dyshohet se ka kryer veprën penale dëmtim i pronës së të tjerëve sipas nenit 243, paragrafi 2 i Kodit Penal, dhe për të njëjtin, prokuroria ka kërkuar masën e paraburgimit. Më 11 janari, dyshuari nga urrejtja dëmtoi derën hyrëse të ambasadës së Republikës së Bullgarisë, duke e thyer xhamin e derës me një gur dhe menjëherë iku në drejtim të panjohur. Prokurori publik propozoi që gjyqtari i procedurës paraprake të saktoj paraburgim kundër të dyshuarit, sepse ekzistojnë rrethana që tregojnë rrezik arratësjeje dhe rrethana që justifikojnë frikën se i dyshuari do ta përsërisë krimin. Incidenti në fjalë shkaktoi reagime nga institucionet e vendit dhe ato bullgare. Nga Ministria e Jashtme e Bullgarisë thanë se bëhet fjalë për akt kundër ndërtesës së përfaqësisë diplomatike bullgare në Shkup. Ata kërkuan nga autoritetet kompetente në Maqedoninë e Veriut të ndërmarrin menjëherë të gjitha veprimet e nevojshme për të identifikuar autorin dhe për ta nxjerrë atë para drejtësisë, si dhe për të garantuar sigurinë e misioneve diplomatike dhe konsullore bullgare, stafit dhe pronës së tyre. Rasti është dënuar edhe nga ministri i jashtëm i Maqedonisë Timço Mucunski, i cili tha se bëhet fjalë për rast të izoluar, ndaj të cilit institucionet kanë reaguar shpejt dhe me efikasitet. Personi i dyshuar u arrestua të hënën nga policia një ditë pas incidentit.
Deputetët shpenzuan rreth 14.4 milion denar për udhëtim nga shtëpia në kuvend. Levica thot se ka deputet që njëkohësisht zotrojnë apartamente në Shkup dhe ende marrin pagesa udhëtimi. Sipas tyre, kjo shumë mund të përdoret për të rindërtuar dhe pajisur klasat e shkollave, për të blerë pajisje mjekësore për spitalet rajonale dhe nevoja të tjera. Në një vend ku paga minimale mezi arrin 400 euro dhe politikanët justifikohen vazhdimisht me mungesë fondesh, deputetët shpenzuan 14.369.470 denar për shpenzime udhëtimi vetëm brenda një viti. Kështu thonë nga partia Levica. Sipas tyre, kjo është një shumë që zbulon qartë hierarkinë e shtrembëruar të prioriteteve, ku thonë se gjithmonë ka para për rehatinë e elitës, por vazhdimisht nuk ka për nevojat themelore të qytetarëve. Kjo shumë mund të përdoret për të rindërtuar dhe pajisur klasat e shkollave, për të blerë pajisje mjekësore për spitalet rajonale që kanë funksionuar pa ose me pajisje të vjetruara për vite me radhë, për të financuar kuzhina publike për mjera familje të varfëra gjatë gjithë dimrit dhe për të subvencionuar kopshte për të cilat kryetarët e DPM-s kanë rritur tarifat në kurriz të qytetarëve. Sipas Levicës, absurditeti bëhet edhe më i dukshëm nëse bëhet një krahasim i drejt për drejt me politikat sociale që shteti refuzon të financojë. Ata thonë se ka deputet që njëkohësisht zotërojnë apartamente në Shkup dhe ende marrin pagesa udhëtimi. Nga Levica thonë se buxheti përdoret si mburoj për të privilegjuarit dhe si justifikim për më të prekshmit. I njëjti shtet nuk subvencionon transportin ndër qytetas dhe për studentët, të cilët udhtojnë çdo ditë me shpenzimet e tyre për të studiuar. E njëjta qeveri hodhi poshtë edhe amandamentin e Levicës për subvencione qiraje për gratë viktima të dhunës në familje, duke i lënë ato pa mbështetje institucionale në momentet më kritike të jetës së tyre. Tutje ata shtuan se Levica mbetet e vetmja parti parlamentare, antarët e së cilës nuk marrin asnjë denar për shpenzime udhëtimi, karburant, taksa, amortizim apo qira. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në Maqedoninë e Veriut Angela Ageler dhe ambasadorja në Malin e Zi Karen Reinke kanë përfunduar mandatet e tyre gjatë takimeve lamtumirëse. Ambasadorja Ageler theksoi rëndësinë e rolit të vendit si një partner i besueshëm në avancimin e marrëdhënieve ekonomike, rritjen e shpenzimeve për mbrojtjen dhe bashkëpunimin mbi prioritetet e përbashkëta. Ambasadore e Shteteve të Bashkuara në Maqedoninë e Veriut Angela Ageler dhe ambasadorja në Malin e Zi Karen Reinke kanë përfunduar mandatet e tyre, duke lënë pas një trashëgimi të bashkëpunimit të ngushtë dhe partneritetit të fortë mes dy vendeve dhe SBA-ve. Gjatë takimit të saj lamtumirës me ministrin e punëve të jashtme të Maqedonisë së Veriut, Timço Mucunski, ambasadorja Ageler theksoi rëndësinë e rolit të vendit si një partner i besueshëm në avancimin e marrëdhënieve ekonomike, rritjen e shpenzimeve për mbrojtjen dhe bashkëpunimin mbi prioritetet e përbashkëta. Gjatë takimit të saj lamtumirës me ministrin Timço Mucunski, ambasadorja Ageler e falenderoi ministrin për bashkëpunimin e ngushtë dhe mbështetjen e vazhdueshme gjatë gjithë mandatit të saj. Ajo theksoi rolin e Maqedonisë së Veriut si një partner i besueshëm në avancimin e marrëdhënieve tona ekonomike, rritjen e shpenzimeve për mbrojtjen dhe bashkëpunimin mbi prioritetet e përbashkëta. Përveç Mucunskit, edhe kryetari i kuvendit Afrim Gashi sot realizoi takim lamtumirës me Agelerin. Ndërkohë, ambasadorja Reinke zhvilloi takime lamtumire me udhëheqësit më të lartë të Malit të Zi, duke përfshirë presidentin Jakov Milatović edhe zëvendëskryeministrat Ervin Ibrahimović, Filip Ivanović dhe Nika Xheloshajn. Ajo theksoi partneritetin e ngushtë mes dy vendeve dhe SBA-s gjatë mandatit të saj. Të dy ambasadorët të emëruar nga administrata Biden përfundojnë mandatin e tyre pas vendimit të administratës Trump. Kryetari i lidhjes së sindikatave të Maqedonisë Slobodan Trendafilov në një postim në Facebook thotë se mbi 11.000 punëtorë të kualifikuar nga Maqedonia kanë shkuar për të punuar në Kroaci. Trendafilov thotë se biznesi po përballet me mungesë të fuqisë punëtore. Në vitin 2025, 11.384 punëtorë nga Maqedonia kanë marrë leje pune për të punuar në Kroaci dhe shumë të tjerë janë larguar drejt Malit të Zi, Slovenisë, Gjermanisë e të tjerë, ndërsa punëdhënësit e
e Maqedonisë kanë zaventësuar vetëm 8500 prej tyre me punëtor nga Bangladeshi, Nepali dhe India, për të cilët dyshohet se kanë qëndruar në Maqedoni. Punëdhënësit ankohen se nuk kanë punëtor të kualifikuar, qeveria mendon se nuk duhet të rriten pagat, ndërsa punëtorët largohen nga Maqedonia, thot kreu i LSDM-s. Qytetarët të Kumanovës, të cilët para disa vitesh kanë punuar në Irak dhe Afganistan, për çdo ditë protestojnë para drejtorisë të ardhurave publike në Kumanov. Ata kërkojnë lirimin nga pagesa e tatimit pasi 183 ditë kanë qenë jashtë vendit, ndërsa kompanitë tashmë kanë paguar tatim jashtë shtetit. Qytetarët të Kumanovës, të cilët para disa vitesh kanë punuar në Irak dhe Afganistan, për çdo ditë protestojnë para drejtorisë të ardhurave publike në Kumanov. Ata kërkojnë takim publik me kryeministrin Hristian Mickoski, drejtoreshën e DAP-it Elena Petrova dhe me kryetarin e komunës Maksim Dimitrievski. Njëri nga përfaqësuesit e protestuesve shpjegoi se kompanitë për të cilat kanë punuar kanë paguar 15% tatim në Irak, por institucionet e Republikës së Maqedonisë së Veriut nuk i njohin këto dokumente. Autoritetet irakiane nuk mund të na lëshojnë dokumente zyrtar si shtetës të huaj, ndërsa procedura është shumë e ndërlikuar. Kërkojmë që Ministria e Punëve të Jashtme dhe qeveria të na sigurojnë dokumente përmes kanaleve zyrtare. Ata kërkuan lirimin nga pagesa e tatimit, pasi 183 ditë kanë qenë jashtë vendit, ndërsa kompanitë tashmë kanë paguar tatim jashtë shtetit. Tani ata kërkojnë që vendimet e DAP-it të pezullohen derisa të vërtetohet se tatimi është paguar. Deri të premten, ata do ta bllokojnë çdo ditë kryqëzimin para ndërtesës së DAP-it, derisa kërkesat e tyre të shqyrtësohen publikisht dhe në pranitë të medjave. Për shkak të përkeçimit të situatës së sigurisë në Iran, Ministria e Punëve të Jashtme të Republikës së Maqedonisë së Veriut u bën thirrje qytetarëve të saj që ndollen në territorin e këtij vendi të largohen sa më shpejt të jetë e mundur dhe në mënyrë të sigurt, ndërsa qytetarëve të tjerë u kërkon që të shmangin udhëtimet për në Iran. Ministria e Punëve të Jashtme ka vënë në dispozicion të gjitha kapacitetet e saj për ndihmë të qytetarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut, thon nga MPJ. Përkeçimi i situatës së sigurisë në Iran lidhet drejt për drejt me tensionet e brendshme dhe ato ndërkombëtare që janë intensifikuar ditët e fundit. Ambasada virtuale e SBA-s për Iranin u bën thirrje qytetarëve amerikanë të hënën të largohen mënyrë nga vendi pa vonesë, ndërsa trazirat në të gjithë Iranin vazhdojnë të përshkallëzohen. Largohu mënyrë nga Irani, tha ambasada në një alarm sigurie, duke u bërë thirrje shtetasve të saj të planifikojnë largimin nga Irani pa ndihmën e qeverisë amerikane. Nëse nuk mund të largoheni, gjeni një vend të sigurt brenda banesës suaj ose në një ndërtesë tjetër të sigurt, ka shtuar ajo. Shtetasit e dyfisht amerikano-iranian duhet të largohen nga Irani me pasaporta iraniane, tha ambasada virtuale e SBA-s, duke shtuar se qeveria iraniane nuk njeh shtetësi të dyfisht dhe do t'i trajtojë shtetasit e dyfisht vetëm si shtetas iranian. Të hënën, presidenti i SBA-s Donald Trump njoftoi një tarif prej 25% për çdo dhe të gjitha vendet që bëjnë biznes me Iranin, mes një goditje qeveritare ndaj demonstratave në rritje antiqeveritare. 6 fëmijë palestines kanë vdekur nga hipotermia në Gaza këtë dimër, tha sot një zëdhënës i UNICEF-it. Ai tha se më shumë se 100 fëmijë janë vrarë që kur anëpushimi hyri në fuqi në tetor të vitit të kaluar. Kjo është afërsisht një vajzë ose një djalë i vrarë këtu çdo ditë gjatë një anëpushimi, ka thënë Elder, duke shtuar se jeta në Gaza mbetet mbytëse, ndërsa mbijetesa mbetet e kushtëzuar. Sipas UNICEF-it, shifra e konfirmuar tregojnë 60 djemë dhe 40 vajza të vrarë në ripin e Gazës. Megjithse Elder shtoi se numri aktual i fëmijëve palestines të vrarë pritet të jetë më i lartë, pasi
numri pasqyron vetëm rastet kur kishte detaje të mjaftueshme në dispozicion. Ai thekson se shumica e vdekjeve që nga hyrja në fuqi janë pushimit u shkaktuan nga veprimet ushtarake. Këta fëmijë vriten nga sulmet ajrore, sulmet me dron, përfshirë dron vetvrasës. Ata vriten nga bombardimet me tanke, ata vriten nga municionet e vërteta, ka deklaruar ai. Siria shpalli zonën ushtarake, zonën në perëndim të lumit e Eufrat të pushtuar nga grupi terrorist, duke kërkuar që të gjitha elementet armatosur të tërhiqen në lindje. Ushtria siriane njoftoi se grupi terrorist SDK së bashku me terroristët e PKK-s dhe mbetje ish regjimit të Asadit vazhdojnë të grumbullojnë forcat të teritoret e pushtuara në perëndim të Eufratit. Autoritetet thanë se në muaj që kanë kaluar SDF-ja nuk ka treguar asnjë përpjekje për të përmbushur kushtet e marrëveshjeve. Qeveria siriane ka intensifikuar përpjekje për të ruajtur sigurinë në të gjithë vendet që nga rrezimi i regjimit të Bashar al-Asadit në dhjetor të vitit 2024 pas 24 vitesh në pushtet. Institucioni i Avokatit të Popullit është drejtuar me një letër kryetares së gjykatës speciale Katerina Trendafilova, ku shprehen shqetësime në lidhje me procesin gjyqësor që po zhvillohet ndaj shkrerëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Në letër janë ndarë disa shqetësime, duke filluar nga masa e paraburgimit për kaq gjatë dhe pa ndërprerë, pastaj pranimin e disa dokumenteve të dyshimta të cilët pretendohet se burojnë nga Serbia pas vitit 1999, një periudhë kur Serbia nuk ishte jurisdiksion të lidhshëm në Kosovë, të cilat po përdorën si prova në procesin e dhomave të specializuara. Pranimi i këtyre dokumenteve ngrej shqetësime serioze si për lidhshmërinë e tyre ashtu edhe për besueshmërinë e tyre provuese, thuhet në reagim. Një tjetër shqetësim që është ngritur nga Avokati i Popullit është se dhomat e specializuara nuk i nënshtrohen asnjë mekanizmi vendor të monitorimit apo llogaridhënies. Qelaj vë në duke se të gjithë të akuzuarit deri më tani janë të përkatësisë së njëjtë etnike, gjë që ngrej dyshime serioze për zbatimin selektiv dhe monoetnik të jurisdiksionit. Kjo ishte e gjitha për këtë edicion informativ. Faleminderit për momentin. Bashkë mirupafshim.